Ejtë pyshes se cili dhe t'ja njësë jetën prej që më reki rasin e komentarit i brajt për shnesën si tash që fmive të vetë janë ali pasurin po dhe që rasi edhe që i kësë dhe djallit. Me dominu dashnia, krejt kena qef që shpëthu ti se ti jetë amën tu prej fillimit të emisionit jetë ti për i mirë të amën si shkrimtarit të më do si kur pelezoj një liber, gjarje që kemi qef në një prallë bukur si do të përfundoj një martirë. Përfundojmë të lumëtur, jo realitetin. Po në kemi qevene. Dhe jetuan jetën të lumëtës të bashkë. Se prallat janë njëse na ishte njëherë, dhe në fund jetuan jetën gjithmonë të lumëtës. Tash na po folim për realitet. Realitet është nëse ti si femër kërkon një standard normal. Po. Normal. Jo më ardhë më dakë putë rrimë në shpe, as kur gjë, po me pas një standard normal. Nëse ti si femën, kur burri jëtë ngushtuhet pak, edhe është me një pozicion që ka ramje edhe të punëve, edhe se në ndodhë se cilit ajo. Ka momente që s'munet me kry punë financiarisht diqka. Ti si femën do është me motivu edhe me maj gjallat, njeri me maj gjallë shpresat. E jo me që me akuzu për kur gjës je, kur gjës bone, na more në qafë, qysh kanë morrit fëmija, qysh? O jo ti personalisht po foli kështu, me femna përgjithsi po foli. Nuk po kërkojnë standard normal këtesës, po kërkojnë standard ekstrem. Që kjo problemi, ti në momenti që i bjen qafë, partneri tënë, që aty fillon me u prisha e dashnia dhe me u krizë. Edhe që ka femër me po me thonë frajrë vetë ose ta shorte vetë më sa bok njabë dhe sa bok. Unë e kumë thonë për emisione dhe i qëndreja saj në fillim që kumë thonë, mirë është më konë një pangarë më femna, do më thonë më konë me pas lirin financiare as prej babës as prej burët. Ako mund si valë mu qu qajo femën, mi kriju ketë sa në vetë, edhe mos më konë as për babë, as për burë, do më thonë në barë në financiarisht. Kur martohet dhe qajo vazhdanë, burë punon, gruja punon, edhe stabiliteti ekonomik. është dëna me folë realitetin, kështu për marim veç si shambull. Që ku e ki, quat në 7 sa vajt më njës, gjdo dit, lume, do të mu ly, mu ngjy, mu ndrejq, mu vesh manikyr, pedikyr. Edhe pak i duhet argnesës është gjdo më njës, edhe mu marrë me 50 veta. A e të kuptu. Tash kjo sakrificë, jo, s'ka kur gjithë keqe, kjo sakrificë